Mirdita të gjithëve, alarmi i orëve të fundit, mundet që Irani të godasi Shqipërinë, është një moment vërtet delikat. Madje do t'ju them, orët e fundit, askush nuk e kishte menduar që Irani mund të ishte kaq i përgatitur dhe kaq i fortë. Nuk e di e keni lexuar apo jo, por Irani ka goditur në disa vende të rëndësishme në një mënyrë vërtet të papritur nga qoftë nga Izraeli, por qoftë edhe nga Amerika, sepse ka goditur disa vende, disa pika që i ishin të para përgatitura dhe për më tepër ajo ide që kishin më përpara që thoshin që mundet që Irani të ketë raketa le të themi shumë të sofistikuara nga ato që pretendoi, kjo që kërka e vërtet. Dhe situata është vërtet delikate sepse po zgjerohet gjithmonë më shumë konflikti, por ajo që besonin të gjithë që mund të kjo luftë, si mund të quaj, mund të konkretizoj brenda një jave ose brenda një 10 ditorshi, ishte gabim. Gabim sepse, siç e kemi vënë re, është sa po ka filluar dhe unë mendoj që nuk do përfundoj kur, do t'ju them se përse. Dua thjesht që ta diskutoj me ju, sepse duke diskutuar së bashku diçka kuptojmë, sepse nëse do preket Shqipëria, atëherë jo vetëm do zgjerohet, por unë kam frikë se do të shkaktohet një luftë shumë e madhe dhe do t'ju them se përse. Shiko, në Shqipëria, siç e kemi kuptuar, ata që e kanë kuptuar, është një vend strategjik dhe them që ata që e kanë kuptuar, sepse shumë njerëz flenë në një gjungë letargjik dhe kujtojnë Shqipëria është një vend i vogël, ne nuk çfarë na intereson, nuk është e vërtetë. Që prej kohëve të lashta Shqipëria ka qenë dhe vazhdon të jetë një vend strategjik dhe do t'ju them, nuk pse Irani do që mund të godasë Shqipërinë dhe mund të shkaktohet një luftë e madhe, për vetëm në arsye. E para, Irani ka vendosur, me fjalë një pjesë e ish ministrave të Iranit, këta që janë vendosur në Shqipëri pra në Mek të Shqipërisë po flas, tregohet që disa prej tyre janë të shërbimeve sekrete, vazhdojnë që të ketë lidhje me shërbime sekrete në Iran. Në fakt, një pretendues i gardës iraniane thotë që edhe disa foto të më parshme, pra të ditëve të para të luftës, janë shpërndar thot nga një ish ministër që tashmë gjendet në Mek në Shqipëri. Pra, janë disa informacione, sepse iranianët duhet të dini që kanë një siguri jo vetëm të vendit, por edhe një spionazh shumë të fortë. Siç e kemi thënë, Irani është rreth 100 milion banor dhe ka rreth 1 milion ushtar, mes rezervistëve dhe ushtarëve që janë aktiv. Dhe një forcë e tillë mund të shkaktojë edhe efektin domino me ushtrit e tjera, për shembull edhe me vendet e tjera fqinje. Në fakt, nëse vut re, edhe ministri i Izraelit ka kërcënuar edhe Erdoganin drejt për drejt. Keni dëgjuar këtë apo jo? Dihet pas lajmet në darkë vonë ku një ministri se nuk e gjeta më pastaj, kaloi videoja, shkova ta kërkoja, nuk e gjeta më, por fliste në mënyrë të drejt për drejt kundër Erdoganit, sepse jo vetëm që është në një moment vërtet delikat tani Turqia, por kërkon sipas tij që të mbrojë edhe anën e Turqisë. Pra, ky është një problem, mund të themi, sepse ne dim shumë mirë që sidoqoftë Turqia ka qenë dhe është aleate për Shqipërinë për të vetmen arsye, përveç se minorancave që kanë, por edhe për sa i përket vendit që është një vend strategjik. Dhe po ju thoshe që duke qenë Shqipëria një vend strategjik, sepse keni vënë re që të gjitha vendet e tjera vendosin, si mund të quhet, një pjesë të forcave të tyre në Shqipëri, qoftë geopolitike, por edhe ushtarake, sepse është vendi, nëse keni vënë re, është vendi më i rëndësishëm i rajonit. Sepse nëse se do të ndodh diçka, me një fjalë do të kalohet vetëm nga Shqipëria. Kur nëse doni të shkoni në Turqi, nëse doni të shkoni në Serbi, ose nëse doni të shkoni në
në Greqi ose doni të vini në Itali. Pra është pika kyçe dhe jo më kot, është lënë në një status të tillë, sepse vendos dikush tjetër. Dhe unë shpresoj që mos tjetë një problem ky, sepse një sekond se gjohet shumë zhurmë këtu, dhe po thosha, unë shpresoj që mos të ndodh një gjë e tillë, sepse në qoftë se do të shkaktohet një konflikt mes Shqipërisë dhe Iranit, atëherë do hapet një luftë e gjerë edhe në Evropë, deri në Azi. E them këtë me plot bindje, e di që dikush nga ju do thotë tani ti çfarë po na thua, sepse ti nuk je ekspert në këtë fushë. Do e shikoni. Nuk është se kam si mund të quhet, duke mos qenë i gradave të këtyre fushave dhe nuk kam të drejtë flas, por e them sepse ka disa gjëra që edhe nuk mund të thuhen publikisht. Më falni që e them këtë, por edhe nuk mund të thuhen publikisht. Dhe jam i shqetësuar për këtë, jam i shqetësuar sepse nuk do dëshira kur që të kishte një konflikt pikërisht në këtë moment. Në qoftë se vutre, edhe e tham dhe dje, Netanyahu iku nga Izraeli, sepse në një moment është një moment vërtet shumë delikat dhe ndonse ai kërkoi të shkonte në Qipro, ju dëgjuat që ishin të dhënat e shërbimeve sekrete iraniane që ai mund të kishte shkuar në Qipro. Në fakt ai lëvizi rreth 7 orë mbi qiellin e Izraelit, derisa pastaj vendosi në një vend, vetëm në një vend lëvizi, derisa vendosi pastaj i dhanë të drejtën në Gjermani, për të ulur në Gjermani. Dhe fill pas kësaj u qellua baza angleze në Qipro nga Irani. Pra, duhet kuptuar që është një konflikt vërtet shumë i ashpër dhe le të themi që janë dy forca, forca amerikane dhe forca izraeliane kundër Iranit. Dhe ndonse janë kështu, unë them se do vazhdoj shumë. Bile do t'i them, të gjithë mendojnë se vran Ali Khamenein dhe çdo gjë ndryshoi. Ky, për mendimin tim, është vetëm fillimi, sepse ka ekstremist islamik sa të doni dhe në Iran, le të themi që ka shumë. Dhe gjithsekush lufton për sovranitetin e vet, për vendin e vet, për shtëpinë. Kështu që nëse Amerika dhe Izraeli shkon kundër Iranit, Irani padyshim do të mbrojë vetveten. Dhe unë nuk besoj që do të përfundoj kaq shpejt dhe shumë lehtë kjo gjë. Do të vazhdoj shumë gjatë. E kam thënë edhe që kur dëgjova fjalët e para, që për mendimin tim dihen se kur fillojnë luftat, por nuk dihen se kur mbarojnë, sepse është dhe gjithmonë kështu. Nuk është se unë shpika ujin e ngrohtë, absolutisht jo, por është të mëson vetë historia. Dhe po ta shikoni në të gjitha vendet vazhdon akoma problemi. Dhe edhe sikur të ketë një armë pushim në Iran, do ketë qeta të vogla që të vazhdojnë akoma. Pra, deri në vitin 2030, për mendimin tim, do të zgjasi. Ndoshta, jo në këtë formë, ndoshta, por në forma të tjera. Sepse, siç u thash, ka ekstremistë radikal që nuk i pranojnë. Jo vetëm këto ndërhyrjet e vendeve të zhvilluara, por sepse kanë edhe pushtetin në dorë prej vitesh dhe është njësoj sikur një njeri që është ngrohtë në një vend, ti të shkosh që ta lëvizësh ata, i do mundohet që të qëndrojë gjithmonë aty. E njëjta gjë dhe e pushtetit. Kështu që nëse bën për pushtet këtë lëvizje, perëndimi, unë them që nuk është kaq e lehtë. Megjithatë, këto janë të dhënat e fundit, doja t'i ndaja me ju, sepse ajo që më bëri përshtypje më shumë është vetëm që askush nuk e mendonte që mund të kishte një arsenal kaq të madh dhe që t'ishin shumë të organizuar Irani. Dhe tjetra, më vjen keq nëse do të godasi në një vend të Shqipërisë, në këtë rast, me fjalë, Mekën, ku ndodhen të internuarit, si mund të quhen, ose të shkëputurit nga Irani vite më parë që janë vendosur në Vorë,
nëse mbani mend. Dhe shpresojmë që jo. Megjithatë, nëse dikush nga ju ka informacione më shumë, le t'i ndajmë këtu, t'i diskutojmë së bashku. Kalofshi një ditë bukur, ju përqafoj të gjithëve dhe shpresojmë që mos u ndodh. Ditë mbar.